banor ka fshati këtu sot? Sot jemi rreth 25-26 shtëpi, si shtëpi e kupton ti, si banor ka rreth 120-130 banor. Kur ka qenë koha që ka pasur më shumë banor? Më shumë Zhulati ka pasur në 1914. Ka pasur banor shumë, sepse ishte fshati shumë i madh. Mirë po greku i 14-ës e dogji fshati, e dogji komplet, e bëri hi Zhulatin dhe Zhulati pasaj një pjesë e Zhulatit më shumë se gjysma iktin. Këtu kanë qenë rreth 800 ca shtëpi. Do me thënë, bile dhe më shpejt, në 1878 kanë qenë 1200 shtëpi. E kuptoni? Pastaj në 14 në arriti në 820, ndërsa në kohën e sistemit komunist ishim 250 shtëpi. Ja. Po, sot janë rreth 25 shtëpi. Po, gjatë beharit vijen. Gjatë beharit kalojmë dhe 100 shtëpi. Këtu. Njerëzit janë shumë tetur sepse Zhulati ka një shtrirje shumë të mirë, sidomos për blektorin. Kemi dhe tokë dhe blektori. Dhe ne kemi rreth 4.000-5.000 kokë bagti timta, që i gjithë ki qumësht vete në qytet, funizon qytetin. Është një diçka e mirë. Edhe shumë njerëz që janë këtu, ka familje që kanë 700-800 kokë bagti dhënë, edhe 1000 kokë, kanë rreth 150 lopë. Lopë, për vishre, e ko jo për qumësht. Po, nuk kemi me hakë do përkraje nga shteti, nga qeveria, sepse dhe si zonë ne jemi shumë e pasur. Këtu ka nga bimet më medicinale, më të ndryshmet, që nga rigon, vjeshtull, bli, qaj, murris, listër dhe shumë e shumë bim të tjera romantike, të cilat këto këto ngelen pa mbledhur me hake, kupton ti? Sepse s'ka njerëz. Nuk kemi përkraje. E kupton, dhe nuk ka njerëz. Sa largë është Zhulati nga Gjirokastra? Zhulati me këtë rrugë që është bërë, sot është 20 minuta. Pse kur është bërë rruga? Rruga mbas 2013-ës u bërë rruga, ndërsa vazhdon tani një pjesë e kemi bërë me bidon, me beton rreth 1 kilometra, dhe vazhdoj me asfalt. Ku para se të vijit ju që u fut në atë pjesën poshte, tek ajo ure fillimit. Ka filluar asfalti do maroj, themi se do maroj këtë vit. Ka investuar bashkia rreth 1 kilometra me beton këtu, dhe u bën dhe urat me investim nga shteti, urat në lumë, sepse kiloj lumit del shumë gjatë dimrit. Ju izolon gjatë dimrit? Po, na izolon të shumë. Ne në ato kora, para 2013-ës, që të veje në spital, do veje me zetor, me skrep, se nuk vinte makinë këtu në mes të fshatit. Dërsa tani u bë kjo rruga, ka më përparësi, do bëhet dhe asfalti, është një diçka e mirë për neve si fshat. Kanë filluar fshatarët dhe vijnë, ata që kanë emigruar, vijnë rregullojnë shtëpit dhe tek këtu vijnë këtu të banojnë, sepse këtu është një fshat, ne jemi në 100 fshatra me hak, po nuk është investuar për këtë lloj pune, e kupton ti? Sepse ne na vijnë turist, janë shumë të kënaqur kur vijnë këtu. Çfarë bëjnë ata kur vinë këtu? Ata vijnë, dalën shëtitje në këto malet që shikojmë, të gjitha këto malet që shohim, janë pronë e Zhulatit. Po është një mrekulli e rrallë, janë pije, vënde me ujë, të mbuluara me trëndelini, themi ne. E kupton, ka një kënaqësi të madhe, sidomos në muajt e beharit. E kupton, po dhe në muajt e dimrit, lartë po të shikot që ajo maja Karshineve është maja e Lucës, i themi ne, është një nga majat më të lata të zonës, mbas asaja është deti.
mbas asaja. Është Bregdeti komplet, e kuptoni? Edhe kemi pozicion të mirë, është fshat me ujë të bollshëm, vetëm që nuk është investuar. Po të rinj a ka? Të rinj, ata që mirën me blegtori, disa që mirën me blegtori janë të rinj, bile kemi një di familje që kanë mbaruar dhe shkollat e larta dhe nuk vend të punësohen në shtet, po vazhdojnë me ato me blegtorin, kanë rreth, një pjesë kanë rreth 700-800 kokë dhënë. Dhe kanë një interes shumë të madh sepse vlera e mishqit dhe qumshit ka arritur kulmin. Vetëm këtu ka një diçka tjetër që për përpunimin e tyre nuk është investuar. Për punimin. Do me thënë ata duhet ta çojnë vetë mishin, qumshin. Po si, ta pregatitën ashtu vetë, ta përpunojnë vetë. Nuk, pastaj këtu se ka male, është një vend i mirë për bletarinë. Ka shumë burime të cilët mund të shfrytëzohen për të jetuar, mënyrën se si të jetojnë. Emigracion ka shumë? Emigracion, po, ka shumë. Zhulati ka, do me thënë, thuaj se nuk do ketë shtëpi që të gjithë të rinjt kanë ikur. Përveç se rreth 20-30 shtëpi janë që mirën me blegtori, ndërsa pjesa tjetër kanë ikur. Janë në Kanada, në Amerikë, në Gjermani, në Francë kemi shumë, në Angli, pa le në Greqi. Greqi janë lagje të tëra me zhulaqotas. Çfarë do t'i thoje ti zhulatësve, atyre që janë në emigrim? Unë do t'u bëj thirrje, jo vetëm zhulaqotasve që janë rreth Shqipërisë, po dhe këta që janë në emigrim, të vijnë në zhulat, t'i investojnë në zhulatin, sepse është një vend prallor. Është një vend që mund të jetohet dhe jetohet shumë mirë. Dhe ashtu si një pjesë e shokëve të tyre, të cilët kanë investuar në për shtëpira, kanë bërë mrekullira. Kanë bërë një të mirë edhe për vete edhe për fshati. Dhe për vete dhe për fshati. Është një diçka, bile kanë dëshirën që një pjesë më kanë afruar që të vijnë të investojnë përsëri për zhulati. Sidomos për rrugët brenda fshatit. Ti sistemojmë, ti shtrojmë me cimento. Ja kanë filluar, kemi një lloj rruge, është një emigrant, një Xiflo Muxhai quhet ki, e ku është në Greqi. Ai jo vetëm që ka bërë vil shtëpinë e tij, e kupton, po ka shtruar edhe rrugën këtu në mes të fshatit e të shtëpia. Dhe shumë të tjerë që investojnë. Dëshira është shumë e madhe. Prandaj u bëj thirrje tërve, hajdeni në zhulat. Zhulati, kush ka një mik zhulaqot, është i bekuar nga Perëndia, kështu na thoshin plej. Çfarë do të thoje turistëve? Si do t'i tërhiqje ti turistët që të vinë vizitojnë fshat? Bile na janë afruar turist që të blejnë shtëpi, e kupton? Ose t'u japëm një vend të bëjnë vila. Dhe të vijnë, ne do t'i ndihmojmë, ne kemi vend shumë të gjerë. Dhe të vijnë të jetojnë, ne o t'i përkrahëm. Ata do ta kenë këtë fshat si vendin e tyre. Prandaj dhe të vijnë të investojnë.